Etapa e parë është përzgjedhur nga një traditë shumë e vjetër e ciklizmit shqiptar, sepse të gjithë ciklistët që kanë qenë protagonistë në Shqipëri e njohin dhe ne e quajmë me emër si Unaze Kurrudhe. Normalisht ne e përdorim shumë në stërvitje, nisemi nga Tirana ose sportistët e Durrësit nisen nga Durrësi dhe ndjekin itinerarin nëpërmjet Kavajës, Rrogozhinës, Qafkrabës dhe finishi vjen në Tiranë. Krijon formën e një unaze, e cila është shumë e preferuar për të gjithë sportistët. Pra, të gjithë ciklistët kanë dëshirë që kur dalin në stërvitje të krijojnë një unazë, mos të kthehen andej nga nisen gjithmonë për të mos ta bërë stërvitjen rutinë. Unë kam qenë protagonist në sugjerimin e itinerarit. Është zgjedhur të fillohet nga Durrësi për të vetmen arsye sepse autostrada nga Tirana në Durrës është ende me punime dhe nuk arrihet që të përfundohet dhe kilometrat do plotësohen duke bërë 2 xhiro cirkuit me ardhjen në Tiranë nga Qafkraba, nga malorja e famshme, nga Maja Galliu që tashmë quhet nga sportistët shqiptar.